Kur pranova të kaloj verën dhe gjysha në fshatin e Thethit, nuk e dija se do të kthehesha një grua tjetër. Isha 23 vjeç, studente në Tiranë, me thonjtë e lyer me ngjyrë vishnje dhe një të dashur që më shkruante mirëmëngjesi me gif ylberi. Jeta ime ishte e rregullt si një spreadsheet Excel, derisa takova çobanin. Emri i tij ishte Mark, por askush nuk e thëriste kështu. Të gjithë i thoshin Çobani. Ashtu me shkronjë të madhe, sikur ai ishte i vetmi në botë që e meritonte këtë titull. Pash Markun për herë të parë në kulotën e lartë, atje ku mbaronte rruga dhe fillonte pjerësia. Ai qëndronte midis qindra delesh, si një mbret i shkrettires së gjelbër. Rreth 35 vjeç, me lëkurë të nxirë në dieli malor, me krah që duke të shkëputeshin nga këmisha e grisur. Por nuk ishte trupi ai që më tërhoqi vëmendjen. Ishin sytë. Sytë e tij kishin të njëjtën ngjyrë me ret parastuhis, gri, të thellë, të rrezikshëm. Eja, më tha, kur më pa duke u ngjitur pas tij. Nuk më pyeti kush isha, pse isha atje. Thjesht eja. Si një urdhër që trupi i mendoqi pa lejen e trurit. Ai nuk fliste shumë. Kjo ishte gjëja e parë që më çmendi. Në Tiranë, djemt nuk pushonin së foluri, për veten, për karrierën, për mashkulloritetin e tyre të brisht. Marku, përkundrazi, komunikonte me lëvizje. Më tregoi me dorë se ku të ulesha. Më dha bukë të ngrothë dhe djathtë sapo bër, pa thënë asnjë fjalë. Dhe kur darkoi, nuk më lëshoi nga sytë. Atë natë fjetëm në kasolen e tij. Një dhomë e vogël prej guri, me një shtrat të vetëm, me dishek leshi. Jashtë era u lërinte si ujk, brenda vetëm një lamp vajguri dridhej. Ai u shtri në dysheme, duke më lënë mua shtratin. Jo, i thash, shtrati është mjaft i madh për të dy. Më shikoi për një kohë të gjatë, më pas u ngrit, erdhi dhe u shtri pranë meje. Pa më prekur. Lëm aty, në atë hapësirë të vogël midis dy trupave, aq të ngjethë sa dukej se digjej ajri. Më bëri të dridhem në shtrat, do t'u thoja më vonë miqve të mia, por ato nuk do ta kuptonin kur. Sepse dridhja nuk erdhi nga prekja, erdhi nga mungesa e saj. Çdo minutë që ai nuk më prekte, unë doja më shumë që ai ta bënte. Dhe ai e dinte. Ai e dinte shumë mirë. Ditët kaluan. Unë ndihmoja me qumështin, me mjeljen, me djathin. Ai më shikonte nga larg, pa komentuar. Por në mbrëmje, kur gjithçka binte në heshtje, loja fillonte. Njëherë, ndërsa unë laja enët në përrua, ai erdhi pas meje. Aq i qetë sa nuk e dëgjova. Kur u ktheva, ishte aty, një pëllëmb larg. Nuk më preku. As nuk foli. Thjesht qëndroi aty duke më marrë frymën. Pse më ndjek? E pyeta një natë në shtrat. Nuk po të ndjek, tha ai. Zëri i tij i ulët, i ashpër. Po ti nuk po ikën. Kjo ishte e vërteta. Unë mund të iki në çdo moment. Gjyshja më priste në shtëpi, por unë vazhdoja të kthehesha te kasolja e tij. Natën, kur ai flinte pranë meje, pa më prekur, unë ndjeja diçka që nuk e kisha ndjer kur. Epsh të pastër, jo të ndotur nga fjalët e kota, nga premtimet e reme, nga të dua që nënkuptojnë të kam nevojë. Ai nuk thoshte të dua. Ai më shikonte dhe unë shkrihesha. Një natë rastuhi, jo stuhja e zakonshme e verës, por një stuhi që shqeu dërasat e kasoles dhe futi shiun brënda. Ne u zvaritëm në cepin më të thatë, trupa tanë të detyruar të preken për herë të parë. Ai më mbështjeli me batanien e tij. Dora e tij e madhe, e ashpër nga puna me delet, më mbërtheu për beli. Nuk ishte një përqafim romantik. Ishte një mbajtje siç mban një shkëmb degën që era kërcënom ta thyej. Atëherë ndodhi. Era shuajti lambën.
errësira ishte totale. Dhe në atë errësirë, ai më puthi për herë të parë. Jo but, jo si në filmat amerikan. Ishte një puthje e egër, e uritur, si dikush që ka kaluar 10 vjet në shkretëtirë dhe ka gjetur ujë. Unë u përgjigja me të njëjtën egërsi. Nuk isha turp për zërat që dilnin nga goja ime. Nuk isha turp për duart e mia që i grisnin këmishën. Nuk isha turp për asgjë. Ai më shtriu në atë shtrat ashpër leshi, dhe atëherë kuptova pse quhej Çobani. Sepse ai dinte t'i mbante gjërat nën kontroll, dinte të priste, dhe kur vendosi të vepronte, veproi si era, si stuhja, si mali. Unë dridesha, jo nga i ftohti, jo nga frika. Dridesha nga një intensitet që nuk e kisha imagjinuar kur. Trupi im ishte bërë telat e një kitare që dikush po i këputte njëri pas tjetrit. Çdo prekje e tij ishte një notë. Çdo lëvizje e tij ishte një val që më përfshinte nga kokat e këmbët. Dhe ai, në mes të asaj stuhje, nuk humbi kur kontrolin. Ai më mbante sikur unë isha diçka e shenjtë, sikur trupi im ishte një faltore dhe ai vetëm një pelegrini përudhur që lutej aty brenda. Kur u zgjova, dielli hynte nga qarjet e kasoles. Trupi im ishte i lodhur, i thyer, por në një mënyrë të mrekullueshme. Isha e mbuluar me patanie leshi. Marku nuk ishte aty, dola jashtë. Ai ishte ulur në një gur duke pirë kafe pa më shikuar. Delet kullotin të qeta, sikur asgjë nuk ishte ndodhur. Mark, i thash. Ai u kthye ngadalë, sytë e tij gri më shikuan si për herë të parë, dhe pastaj bëri diçka që nuk e prisja. Qeshi. Një e qeshur e vogël, mezi e dëgjueshme, por e vërtet. Qohu, më tha, të pres qumësht. Nuk folëm për atë që kishte ndodhur, nuk bëm plane, nuk tham të dua, sepse mes nesh fjalët ishin të kota. Trupat tanë kishin folur tashmë, më qartë se çdo fjali. Vera mbaroi, unë u ktheva në Tiranë, i dashuri më priti me një buqet me trëndafila artificial. Puthi faqen time dhe pyeti si ishte fshati. Nuk i thash asgjë për Markun. Por natën, kur ai u përpok të më prekte, trupi im nuk ju përgjigj. Nuk ishte faji i tij. Ishte thjesht se ai nuk dinte të më mbante si që mbante Çobani. Ai nxitonte, ai kërkonte konfirmime. Të pëlqeu? Je mirë? Të dua? Fjalë, fjalë, fjalë. Ndërsa Marku, në atë kasole prej guri, më kishte bërë të dridhem në shtrat, pa thënë asnjë fjalë. Vetëm me duart e tij, me sytë e tij, me heshtjen e tij. Nuk u ktheva më kur në theth, jo sepse nuk doja, por sepse kisha frikë se mos nuk do ta gjeja më atë magji. Sepse e dija se Çobani nuk ishte thjesht një burr, ishte një kujtim, një standard, një mal që do të më ndiqte për jetë. Tani, kur jam në shtrat me dikë, mbydh syt dhe kujtoj atë natë stuhje. Dridhem përsëri, jo nga kujtesa, por nga mungesa. Sepse kishte diçka në atë Çoban që asnjë burr i qytetit nuk do ta ketë kur. Lirin për të dashuruar pa fjalë, fuqin për të mbajtur pa zotëruar, dhe atë aftësi të rrallë për të bërë një grua të dridhet në shtrat, jo me truket, por me të vërtetën e tij të egër, të pathënë, të pashpjegueshme. Dhe unë, edhe pas vitesh, e falenderoj fatin që për një verë, një Çoban i deleve ma tregoi trupin tim siç nuk e kisha parë kur. Jo si objekt, por si territor, jo si lodër, por si tempull. Më bëri të dridhem në shtrat, dhe nuk kam pushuar së dridhuri që atëherë.